Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Gjeta një valixhe plot me lekë teksa punoja si pastruese në Gjermani. Kjo është një histori që mua më ka ndryshuar jetën. Historia që më bëri të kuptoj se paraja e gjetur nuk është gjithmonë bekim. Ndonjëherë është mallkim. Quhem Edlira, jam 29 vjeçe dhe para 2 vitesh punoja si pastruese në një hotel të vogël në një qytet gjerman. Ishte punë e rëndë, por e ndershme. Shkoja në punë çdo mëngjes me shpresën se një ditë do bëja diçka më të madhe. Por atë mëngjes fati më priste pas derës së dhomës 213. Ishte një diele ftohtë, hoteli pothuajse bosh. Menaxheri më dha çelsin dhe më tha: "Edlira, dhoma 213 është bosh, klienti iku e herët." Hyra brenda dhe gjithçka dukej normale përveç një gjëje, një valixhe e zezë, e madhe, e hedhur poshtë krevatit. Dukej shumë e rëndë për të qenë bosh. E preka me dorë dhe zemra mu drodh. E hapa me kujdes. Aty pash gjën që më ngriti pulsimin e qell. Një valixhe me 50.000 euro. Valixhe ishte plot me para. Isha vetëm në dhomë, u ula në tokë sepse më iku forca e këmbëve. Kush lë një valixhe të mbushur me para në hotel? Po nëse këto janë para të pista? Po nëse është një kurth i ngritur për mua? Por pastaj erdhi mendimi që i fshiu të gjithë të tjerët. Nëse i marr, jeta ime do të ndryshoj. Ishte pikërisht ajo shtirja e çastit midis ëndrrës dhe frikës. Qëndrova ulur në dysheme për të paktën 30 minuta. Në kokë më rinin zërat. Meri më i budallaqe, kur nuk do shohësh më kaq para me sy. Mendimi tjetër ishte: mos i prek. Nuk ka asnjë mënyrë që këto të jenë të pastra. Duart po më dridheshin. As vet nuk e di pse, por mbylla valixhen dhe e vendosa tek dera sikur t'i thosha vetes që jam gati ta dorëzoj. Por zemra ime nuk ishte gati. Ndërsa po dilja nga dhoma, dëgjova hapa në korridor. Një burr me kapele me sytë e errët po vinte drejt meje. U trembaj shumë sa mendova se po më ndalonte fryma. Dhoma 213? Pyeti ai në gjermanishten e tij të çuditshme. Po, belbëzova unë. Kam harruar një valixhe. Ai e pa valixhen pranë derës. Sytë i ndritën për një sekond. Hyri e mori me qetësi, më pa drejt në sy dhe më tha: "Faleminderit që nuk e ke hapur." Atë moment më ngrit temperatura. Ai po ma thoshte pikërisht sikur ta dinte që unë e kisha hapur. Nuk dija çfarë të thosha. Ai buzëqeshej ngadalë. Një buzëqeshje që nuk ishte as miqësore, po as normale. Më pas iku me hapa të ngadalt pa kthyer kokën. Pasi ai u largua, ndjeva diçka të akullt në stomak. Nuk ishte pendes, por ishte frikë. Ku e dinte ai që unë e hapa? Mbase nga fytyra ime? Nga duart që më dridheshin? Apo nga kamera e fshehtë që mund të kishte aty? Kuptova se ajo valixhe nuk duhej të ishte kurrë në duart e mia. Dhe se ai burr nuk ishte thjesht një klient i hotelit. Ditët e ardhshme nuk flija dot. Çdo trokitje dere më bënte të kërceja. Çdo hije në rrugë më dukej e dyshimt. Çdo burr me kapele më dukej si ai. Ndoshta nuk ishte kurrë pas meje. Ndoshta ishte paranoja ime. Por mësova diçka. Lakmia ka çmim. Edhe kur nuk e prek paran, mjafton t'i afrohesh. Sot nuk punoj më si pastruese. Jo se mora para, por se ajo ditë më dha një mësim që nuk e harroj kurrë. Paraja që vjen në heshtje, pa pronar, ka gjithmonë një pronar që do ta kërkoj. Dhe njerëz të tillë nuk falin. Ndonjëherë mendoj, po sikur ta kisha marrë një tuftë të vogël, po sikur të mos e kisha hapur fare, po sikur ai mos të kisha ardhur kurrë. Por pastaj kujtoj vetes, nuk ishin para për t'u marrë. Ishin para për të provuar karakterin tim dhe frikën time. Dhe ajo valixhe mi tregoi të dyja.